dyshohet për 3 vepra penale, detaje nga arrestimi i Gjestit. Reperi nga Peja Besart Kelmendi, i njohur për publikun me emrin artistik Gjesti, është arrestuar të mërkurën në Prishtinë. Fituesi i edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania është shoqëruar për në polici. Prokuroria themelore në Prishtinë ndërkohë njoftoi që me urdhër të prokurorit kujdestar është ndaluar për 48 orë. Sipas njoftimit zyrtar, ndalimi është bërë për shkak të dyshimit të bazuar se i njëjti ka kryer disa vepra penale, përfshirë mbajtje në pronësi, kontrollë së posedim të paautorizuar të armëve, si dhe veprat penale kanosje dhe asgjësim apo dëmtim i pasurisë. Prokuroria ka bërë të ditur se Policia e Kosovës në koordinim me prokurorin e shtetit është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore dhe procedurale për zbardhjen e plotë të rastit. Kjo vjen pak pas rikthimit të Gjestit në muzikë e paraqitje publike, marrë parasysh që mungoi për një kohë për shkak të tragjedisë në familje.